dhe ja ku jemi të dashurmisht në pjesën e parë të emisionit. Unë e paralajmërova të ftuarit, mysafirët që janë sot në emision, materialin që do t'i kemi për 2 orë sa da jemi bashkë dhe të gjitha temat që do t'i trajtojmë. Normalisht që fillojmë çdo herë nga e para që e paralajmërova dhe tek intro e emisionit, është shumë e rëndësishme sa herë që trajtojmë tema me onkologët. Fatmirësisht ka vite që në Kosovë sëmundjet malinje trajtohen, edhe madje trajtohen me protokoll të njëjtë siç trajtohen edhe në vende tjera. Ky është një fat i mirë që pacientët për shumë trajtime rreth sëmundjeve malinje nuk kanë nevojë të udhtojnë jashtë vendit, marr parasysh që të gjitha kushtet, të gjitha terapitë të cilat rekomandohen dhe mirën, pothuajse në një përqindje të lartë janë edhe në shtetin tonë, janë edhe në klinikën e onkologjisë, dhe çka është më e mira, kemi onkologët të cilët janë super profesionistë, ata të cilët trajtojnë me përgjithësi, me profesionalizëm, dhe normalisht duke i kushtuar rëndësi të veçantë edhe llojit të sëmundjes, edhe nivelit apo stadit të sëmundjes që është zhvilluar tek pacienti apo diagnostikimit që sapo ka bërë. Dhe kjo është lajmi i mirë që në Kosovë jemi në trend me atë çka flitet dhe çka bëhet edhe në botë. Normalisht kemi mungesa, normalisht kemi edhe raste kur një pacient duhet të marrë shërbim dhe trajtim jashtë vendit, por që nuk jemi shumë hapa larg. Risitë që po ndryshojnë trajtimin e kancerit janë të mëdha, inovacionet janë çdo ditë më shumë ato që po përfshin tregun. Unë jam munduar t'i marr disa prej pyetjeve që ju na keni dërguar momentin që kemi paralajmëruar që do ta kemi onkologun në studio. Normalisht përveç pyetjeve tuaja që janë prioritet, kemi edhe pikat shumë të rëndësishme të cilat do t'i trajtojmë. Në familja jonë gjithmonë mundohemi të ndalemi tek ato tema të cilat përveç janë shqetësimet tuaja, janë po ashtu ajo që ka ndodhur çdo ditë në rutinat e qytetarëve tonë. Marr parasysh që jemi në kontakt me mjekët, në kontakt me onkologjinë, e dim saktë se çka më shumë ka nevojë të trajtohet. Një fokus të veçantë sot do të mundohemi dhe të ndalemi fillimisht tek imunoterapia, por që do të prekim edhe tema shumë të rëndësishme tjera që i përkasin inovacionet të trajtimit të sëmundjeve malinje. Normalisht, çdo herë jemi shumë e fat që kemi mjek, ekspertë të fushave të ndryshme që janë për me qenë pranë shikuesve tanë dhe pacientëve tyre. Është një prej miqve të vjetër të emisionit Familja Jonë, është një prej mjekëve që është shumë shok me krejt pacientët e tij, madje unë shumë shpesh ja tham që qysh s'u merr një mesazh, me thonë që nuk ma kthej mesazhin ose nuk më përgjigj ose nuk ishte aty kur i kërkova ndihmë. Është shumë fat i madh që ta kemi në studio doktor Arben Bislimi, onkologun. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit për konsideratën dhe për këtë hyrje të mrekullueshme që e bane për konceptin dhe profilin onkologjik në përgjithësi në Kosovë. Unë mundohem maksimalisht që pacientët tanë, qytetarët tanë t'i tregojmë që na kemi çka ofrojmë, kemi kapital të mjekëve, kemi mjek të mirë dhe kemi edhe këto pajisje dhe këto medikamente që pse të shpenzojmë jashtë vendit deri në momentin kur ka diçka që s'kemi. Onkologjia si koncept në fakt është ka fillu si diçka e re në vendin tonë dhe ne si gjenerata e parë të cilët e kemi funksionalizu këtë shërbim me 2 shërbimet që funksionojmë në klinik, po mundohemi të jemi në hap edhe me kohën, përveç shërbimit të radioterapisë ku kemi avancu në teknologji, në kualitet të punës e tjera, edhe pjesa tjetër e shërbimeve që ofrojmë mundohemi të jemi në hap me kohën. Tash terapit inovative që po përmenden, them onkologjia apo koncepti i trajtimit onkologjik ka ndryshu dhe thuhet se nuk po ecë, po vrapon. Për shkak se, patjetër, për shkak se trajtimi klasik me kimioterapi nuk është mësi i vetëm, nuk thuhet dhe shpjegohet qartë se kanceri nuk është një sëmundje veçantë. Është diçka më komplekse dhe kur ndëgjohet se u gjet kura për kancerin në përgjithësi, është vështirë të thuhet. Domethënë mund të diskutohet në atë se për një lloj të veçantë të kancerit, të një tumori, të një patologjie mund të
ka studime të cilat kanë avancu dhe mund të gjendet, por të thuhet se është gjetë kura trajtimi në përgjithësi për kancerin është vështirë të bisedohet në këtë formë. Edhe të arriturat e reja, për shembull, që po bëhen, po shkojnë në këtë drejtim. Tash nuk është më ajo klasike e them, për shkak se tu fillu nga ajo se çka është tumori, si krijohet një qelizë malinje nga një mutacion prej qelizet tonë të shëndosh, faktikisht që është eona dhe bëhet e huaja. Si bëhet e huaja? Kur një faktor i jashtëm apo i brendshëm e determinon, e dëmton atë qelizë, shkakton mutacion dhe mekanizmat kontrolluese të organizmit nuk arrin më me mbajt në kontroll atë dhe fillon një rritje çakorduar dhe si e tillë krijohet masa. Domethënë diçka e jona bëhet e huaj dhe atë duhet ta luftojmë. Tash imunoterapi që u përmenden si terapi inovative, domethënë kështu thjesht ato nuk e luftojnë tumorin direkt, jo direkt qelizën tumorale të mutante, por aktivizojnë mekanizmat imun të organizmit për me luftu atë, domethënë me forma që ka. Po edhe këtu edhe kjo ka shpjegim. Se këtu e ngatrojnë edhe shumë pyetje na kanë ardhur, a mundet më na tregu doktori në studio ku është dallimi mes kemioterapisë dhe imunoterapisë, sepse po e marrin sikur ajo do të jetë pjesa e shërimit. Shka në sakt roli i imunoterapisë në këtë trajtimin onkologjik? Janë dy koncepte mos them të ndryshme, po edhe janë, për shkak se kimioterapia e dihet si funksionon, qëllimi i saj është me e kap qelizën në fazat e ndarjes qelizore, për atë dhe jepen me cikle, për atë dhe efektet, për atë kimioterapia është trajtim sistemik dhe edhe efektet anësore dhe të padyshirueshme i ka si të tilla, domethënë jo të pamenaxhueshme, por ekzistojnë pikërisht për shkak mënyrës se si vepron mekanizmi të veprimit. Kurse imunopreparatet kanë një mekanizëm tjetër, thamë se aktivizojnë mekanizmat imun për me luftu sëmundjen, por nuk mund të themi se një në zaventson tjetrën. Faktikisht, këto varësisht nga patologjia, varësisht nga stadi i sëmundjes, varësisht nga gjendja e pacientit, edhe përcaktohet mënyra e menaxhimit të tyre. Domethënë ato edhe kombinohen edhe jipen si të vetme. Domethënë faktikisht njëra tjetrën e plotësojnë për me mri atë çka dëshirojmë të pacienti i caktuar. A ka një rol që është fuqishëm sa ta ngris nivelin e sistemit imunitar dhe t'i luftoj këto qelizat kancerogjene ta zëm edhe pas një kemioterapie, pas një ta themi përfundimit të cikleve dhe qelizat ende i kemi në për organizëm, rreziki i përsëritjes e këto tjera që në kokën e pacientëve çdo herë si peng. Imunoterapia jepet gjatë marrjes së cikleve, imunoterapia, cili është roli, kur është e nevojshme? Është më rëndësi të thuhet se nuk ka terapi e cila jepet njëjtë për të gjithë. Domethënë, për atë kjo quhet terapia personalizuar dhe bazohet në profilin biologjik, në profilin molekular të tumorit, që është i ndryshëm të njerëzit e ndryshëm. Domethënë, për shembull, në dy pacient të ndryshëm me patologji të njëjtë, me ndryshime ndoshta të njëjta, reagon përgjigjja është e ndryshme. Domethënë, gjithçka është individuale, edhe për atë për me fillu trajtimin e personalizuar duhet të bëhen disa teste gjenetike, të shikohet profili gjenetik i pacientit, kjo sjellja profili biologjik i tumorit, në mënyrë që ta kemi edhe qasjen e trajtimit më tutje. Domethënë se si do të reagoj, varet gjithçka me një formë është individuale dhe apo e bën diferencën trajtimi me imunopreparate, në fakt po e bën. Domethënë kjo po shihet si është orientu edhe industria farmaceutike, edhe udhërëfyes dhe protokollet në onkologji tash derisa para disa viteve kryesisht ndoshta për format e avancuara, tash po jipet edhe për format në adjuvante, për ato si stadet e hershme. Domethënë gati se gjithkohon mundësia për me i përdor imunopreparatet është e mundshme varësisht nga stadi, varësisht nga patologjia dhe gjithë to që i përmendëm. Por
te ne, për shembull, është mangësi kjo sepse derisa kemi listë esenciale dhe nuk mund ta plotësojmë këtë gamë të gjërave, po jo vetëm te ne, edhe në vendet e zhvilluara, domethënë nuk mund ta ndjekin ashtu në maksimum të gjitha preparatet e reja inovative të cilat dalin dhe aprovohen për me I përdor në masë të gjërë në pacientë të cilët kanë nevojë. Po, tash kur na ndëgjojnë se është temë delikate dhe syje vesh janë 4 kur flasin për këto tema, janë shumë të ndihshme. Kur e ndëgjojnë këtë fjalinë që thua që është individuale dhe të dikush, edhe nëse është I njëjti zhvillim edhe I njëjti stad, të dikush mund të reagojë të dikush jo. Lind pyetja, a dona me plotsu kritere unë si organizëm, a ka diçka që analizat që ma tregojnë që moj me e marë imunoterapinë apo si funksionon, doktor Arve? Po, do më thonë, I qasemi, pacientit I qasemi në mënyrë individuale, si cilë është individ në vete dhe për se cilin bëhet një profil I menaxhimit, trajtimit të ati pacienti. Do më thonë, e thamë varësisht nga diagnoza, varësisht nga stadi së mundjes, varësisht nga gjendja e përgjithshme e pacientit. Tash nëse duhet kërkohet testimet gjenetike, do më thonë komplet ai profili gjenetik për pacientin, që të kemi informacione se si ti qasemi. Varësisht e thamë, për shembull nëse kemi të bëjmë me, për shembull me një kancer gjiri, kërkojmë një imunohistokimi nga e cila shihet receptorët hormonal për estrogen, për progesteron edhe për HER2, cila ka rëndësi komplet se si na dalin ato për me ju qas më tutje në tretman. Kjo ka rëndësi edhe prediktive, do më thonë parashikuese, por ka rëndësi edhe prognostike për pacientin. Do më thonë një realizimi, një profili individual të personalizuar për X pacientin, për me ju qas në mënyrë të personalizuar për atë pacient, në mënyrë që edhe koncepti I përgjigjës dhe tretmanit të jetë së më I favorshëm. Sepse në matjet në onkologji janë gjithmonë me atë se sa arrim atë periudhën e lirë pas sëmundje ta kemi sa më të gjatë, do të thonë atë mbijetisën e përgjithshme ta kemi sa më të mirë, edhe sa më të gjatë, edhe gjithsesi të rritet kualiteti I jetës. Këto janë ato kriteret në onkologji, edhe çka është më rëndësishme, do të thonë çka po vazhdohet tutje në trajtimin e pacientëve onkologjik, që sëmundjet malinje të konsiderohet si diçka sëmundje kronike. Do të thonë, të mos I qasemi në atë se po kurojmë, por po mjekojmë. Në X raste po them, sepse në disa patologji, kur kapet herët, kur identifikohet herët, ato edhe shërohen maksimalisht. Por në rastet e tjera, atër ne mjekojmë, ne përcjellim, ne mbështesim pacientet që ta ruajnë këtë kualitet të jetës dhe ta shtyjmë sa më shumë me gjitha ato protokollet mundësi që I kemi përpara dhe që na mundësojnë. A është edhe imunoterapia me ciklen njësaj? Gjithçka është me protokolare. Jo vetëm imunoterapia, po edhe forma tjera të trajtimit, edhe po, patjetër, ka format 2-javore, 3-javore, thashëm varësisht nga patologjia të cilën e kemi përpara. Një dilemë e madhe që neve si media na shkruajnë shumë, po imagjinoj sa shumë ju pyesin juve mbandej, sepse kemi sqaruar edhe me raste edhe në emisione tjera, por kursi është mjaftueshëm. Ka pacient kur thotë filan pacienti ish operuar një herë, mandej kish nis me kemioterapi, ai kish nis një herë rezatim, mandej do të thonë kjo është shumë individuale dhe vazdisht prej stadit dhe smundjes ndryshon. Kjo pyetje mundet me na ardhë edhe tek trajtimi me imunoterapi. Ka pacientë që kanë më na thonë, po pyetet lutem doktorin, kjo imunoterapia hipet para një operacionit, para një kemioterapie, para një rezatimi gjatë këtyre, pas këtyre, është dilemë shumë e madhe dhe e krahasojnë gjithmonë me pacientin që kanë komuniku. Pikërisht është mirë që një pacient potencialisht onkologjik të fillimisht para se të fillohet me gjithë çka ti nënshtrohet të ashtu quajturit një tumor bordi. Do më thonë një profili multidisciplinar të ekspertëve të fushës
të cilët kishin me caktu se si ka me u trajtu se cili pacient në mënyrë po them se cili është individuale dhe varësisht nga patologjia, nga diagnozat që e kemi. Sepse aty mbyllet komplet nëse funksionojmë si tumor board, do më thonë, apo në formë konziliare, apo si ta quajmë. Dhe tash aty përcaktohet se ai pacient ka nevojë që fillimisht t'i nënshtrohet trajtimit për shembull onkologjik, me shembull me kimioterapi, si trajtim i themi ne neoadjuvant para se me vazhdu me kirurgji, apo duhet të shkoj te kirurgu, pastaj të kthehet tek neve. Domethënë krejt kjo mbyllet aty në nivel të këtij vendimi konziliar apo në nivel të këtij tumor boardi për me e caktu menaxhimin e trajtimit të atij pacienti për matutje. Nëse funksionojmë në këtë formë, mundësitë e gabimeve kushtimisht janë të vogla, gati se as pak, kurse do më thonë mënyra tjetër e menaxhimit mund më lënë boshllëqe dhe hapësira në përgjithësi të hapave të zinxhirët të menaxhimit të një pacienti onkologjik. A vlen kjo edhe për imunoterapinë? Kjo vlen për gjitha. Kjo vlen për gjitha për shkak se ne nëse e fitojmë një profil për trajtim, do më thonë në bazë të këtyre testeve gjenetike, në bazë të një biokimie, analiza biokimike, rezultateve imazherike që i kemi përpara, pastaj nëse e sqarojmë me shumë kujdes raportin histopatologjik që e kemi përpara, në bazë të asaj edhe e fitojmë atë pasqyrën se si kemi me ju qas atij pacienti. Do më thonë, a do të përfitoj ai pacient gjithnjë në bazë të arriturave shkencore duke u bazuar në evidencë klinike, a do të fillohet me kimio, a do të fillohet kombinuar kimio me imuno, apo është ai pacient për target terapi, për terapi biologjike, e tjera. Do më thonë, gjithçka mendoj se duhet t'i qasemi si individ, si person, për me pas përgjigjen apo responsin maksimal për atë çka ne fillojmë në trajtim. Përndryshe, rezultatet kanë me qenë të mangëta dhe koncepti ndryshon i trajtimit nga faza në fazë. Kemi pyetje të pacientëve që nuk do doja t'i lëja anash, disa prej tyre para se të dalë edhe në disa trajtime tjera inovative të sëmundjeve maligne, po janë disa që janë përsërit edhe pse jo me që jemi këtu t'ju përgjigjemi. Njëna që ka është shumë shpesh është cilat janë efektet anësore më të zakonshme edhe a janë më të lehta për më menaxhu se ato të kemioterapisë. Për imunoterapi. Për imunoterapinë, sepse kam treguar që do flasim në fokus për imunoterapinë. Në praktik tonë klinike të përditshme, kur pacientët para se me fillu ne me një protokoll të trajtimit me imunoterapi, na pyesin se ata kanë ndoshta një përvojë nga trajtimi më herët me kimio, e cila i ka dhënë efektet e veta anësore, me alopecia, me rënje të flokëve, me ato të vjellurat, me komplet me plokshtin që i jep kemioterapia si procedurë sistemike, dhe na pyesin a do t'i kem të njëjtat probleme që i kam pas. Po them për pacientët që veç e kam përvojën. Kushtimisht edhe imunoterapia nuk është që nuk ka efekte anësore të trajtimit. Për shumë disa ndryshime kutane në lëkurë, mund t'jep disa ndryshime procese inflamatore, varësisht se çka po trajtojmë në moshkëri, ndonjë pneumoni, ndonjë bronjit, e tjera të cilat duhet të menaxhohen. Kështu që, por si koncept, imunoterapia ka efektet anësore dhe të padëshirueshme janë më të vogla ndoshta me thonë, duke nëse e krahasojmë me kemioterapinë ka pyet. Po. Një pyetje tjetër që ka ardhur është sa efektive është imunoterapia krahasuar me trajtime tradicionale? A ka raste kur zgjat mbijetesën? Thash se definitivisht të gjitha këto medikamentet të quajtur që po ju themi inovative,
po e bojnë diferencen në trajtim, po e bojnë diferencen edhe në përgjigje, po edhe në atë konceptin e rritjes e kualitetit të jetës, edhe në atë konceptin që e thamë për rritjen e periudhës së lirë pas sëmundjes. Dhe më thonë ato kriteret onkologjike. Gjithsesi, dhe më thonë, trajtimi me terapi inovative shkurt po jep rezultate më të mira, më të prekshme në krahasim me ato ndoshta që kemi pas para një dekade më tepër, derisa nuk i kemi pas në funksion këto. Një pacientje tjetër, normalisht këto përgjigje janë të përgjithshme, sepse doktor Albeni disa herë e ri potencial që çdo gjë është individuale, është komplet dosja një paciente që mirët, ta zëm nëse kemi një tumor në lareng, oshtorelloja, janë shumë menime tjera që jipen për me kompletu një dosit pacientet, po mundohemi me ju përgjigj këtyne edhe pse si njohim. Thot, unë jam në procedurat të marrjes së radioterapisë. Pyete doktorin, a mund të kombinohet imunoterapia me kirurgjin, radioterapinë ose me kemioterapinë për me pas rezultate më të mira? Po edhe këto duhet i ndjekim protokollet e trajtimit. Po në mënyrë pak më generale të përgjigjemi. Në generale po, në generale po, ka protokollet e tilla konkomitante quhen, konkuruese, të cilat qëllimi final është të rrisin efektin e asaj radioterapie që është marrë si koncept bazë i trajtimit të ai pacient. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që do doja shumë të dija, kohëve të fundit kam parë edhe foto të pacientëve që shpërndajnë, nuk po më kujtohet tash momentalisht emri saktë një kapele që përdoret gjatë marrjes së kemioterapive, që thuhet që mbron rënien e flokëve. Sa është e vërtet, sa është funksionale kjo, doktor Albeni? Se s'po më kujtohet emri i... është funksionale, ne në klinik toni kemi 2 nëse s'gaboj me shifra mos... Po, aq janë, 2 janë. Ka ardhur si donacion, edhe këtu nuk e di sakt, po ka ardhur si donacion, dhe... Por edhe mund të blihet privatisht. Po përdoret për pacient, dhe më thonë, po edhe këtu jo për të gjithë pacient, janë pacient të zgjedhur varësisht nga protokolli që e marrin. Jo të gjitha protokollet. Po, pikërisht suksesi edhe mënyra se si praktikohet si e tillë. Po ndryshe po, e kemi edhe ne në klinik, po. Do me thonë, sepse arsyeja pse të pyeta është se ka plot raste kur na dërgohet si fotografi, dhe a mund të funksionaj, mund ta blejmë, sepse fatmirësisht tregu çdo herë është i gatshëm me sjell ato çka është. Po, patjetër. Po, koncepti i alopecias, domethënë një rënje së flokut tek kryesisht e femrat, është emocionale, është edhe psikologjike, për shkak se ndoshta pyetja e parë që na bëhet kur fillojmë me një pacient femër se ky tretman që do ta kem unë do të shkakton rënje të flokut, domethënë do të jep alopecia. Ndoshta është edhe arsyeshme, por të them të drejtën, është thyr si tabu këto vitet e fundit që është mirë, domethënë sidomos këto ndoshta 4-5 vitet e fundit dhe nuk është më si më parë. Domethënë që faktikisht më po më pëlqen për shkak se po i marrin ma pozitivisht, ma shtru gjërat dhe po e dinë se qëllimi i tretmanit është për me arrit një rezultat, një sukses, edhe ne jo shpjegojmë se kjo është diçka kalimtare, është e kthyeshme, reverzibile dhe shpesh ju themi se flokët do t'jenë më të mira, më të shpeshta, më andej, që qëllimi është të motivohen dhe normalisht ti tregohet se është diçka e kthyeshme dhe se finalja është dikun tjetër. Domethënë trajtimi i sëmundjes dhe arritja e një suksesi them të përbashkët. Unë gjithmonë e them edhe në emision kur përfitimi është më i madh se dëmi ose efekti ansor negativ që mund ta kemi, gjithmonë duhet të jemi pro asaj çka përfitojmë. Në këtë rast përfitojmë gjatësinë, përfitojmë cilësi të jetës për të vazhduar. Unë një plot pacient tuaje, të mjekëve të tjerë të cilët sot jetojnë, funksionojnë, punojnë, janë bërë prind dhe janë shumë mirë, falë kësaj qëndrimit që kanë pas karshi kësaj sfide që po e quajmë ne sfidë. Është sfidë, është imazh, po prapë se prapë është e vogël. Karshi asaj që ka përfitojmë. E vërtet, do më thonë, tash këtu qëllimi është t'i qasëm e pacientit ju vetëm si
mjek të profilit, por fillimisht ai duhet të përgatitet ai pacient edhe në aspektin emocional të ndjeshmërisë, një kontakt edhe me psikologun, të njoftohet për procedurat e trajtimit që ka me i pas përpara. Kjo e ndërton atë arkitekturën e një menaxhimi korrekt dhe të mirë të një pacienti onkologjik. Domethënë, nëse funksionojnë të gjitha këto hallka që i përmendëm, mundësia për me gabu është e vogël, pra po e them, edhe rezultati gjithë një është më i favorshëm. Tash edhe në klinik kemi pas edhe më herët, po është rrit mundësia e përcjelljes së pacientëve, e kemi psikologën klinike, ku faktikisht është mirë që të gjithë pacientët e rinj, si koncept që futen si të rinj në menaxhim tek neve, fillimisht të kontaktojnë psikologën klinike, që të marrin informacione profesionale për atë se çka i pret, domethënë përpara një trajtimi onkologjik. Një term që e ndëgjojmë shumë, normalisht na jemi laik dhe nuk kemi mjek, po është mirë kur ju kemi këtu dhe marrim përgjigjet, janë terapitë të synuara, apo target terapi. Target terapi, po. E ndëgjojmë, po nuk kemi ndoshta informacion shumë se çka janë saktë ose cili është roli i target terapisë në komplet trajtimin e kësaj gjendjes së smundjeve malinje. Vetë emri target po tregon që po targetojmë diçka, po synojmë diçka. Në fakt këto koncepti i këtyre medikamenteve nuk është se e luftojnë direkt tumorin, por koncepti është se këto e luftojnë objektivin që ka për me rrita tumor, për me mundësu rritjen dhe zhvillimin e atij tumori. Domethënë janë disa biomarker të cilët duhet të identifikohen për me mujt me ditë se a do të përfitoj ai pacient për X patologjinë për me dhonë një target terapie cila kish me na dhonë rezultate. Për shembull, testet të cilat bëhen në këtë rast, edhe terapinë të cilat ne i përzgjedhim. Domethënë, ato ne e qëllojmë, e luftojmë objektivin i cili faktikisht shkakton rritjen, thuhet proliferimin dhe shumimin të qelizave tumoroze malinje. Edhe nëse e frenojmë, pengojmë, e ndalim këtë objektiv, këtë target, atëherë edhe pamundsojmë rritjen dhe zhvillimin e qelizave tumorale dhe në këtë formë edhe ndërprejmë kaskadën këtij zhvillimit të çakurduar me këta mekanizma të cilët kanë dalë prej kontrolle. Domethënë, edhe një herë, target terapia nuk është në fakt që sulmohet direkt tumori, por objektivi i cili e pengon rritjen dhe zhvillimin e tumorit në veçanti. Domethënë, a konsiderohet si më e saktë në luftimin kundër rritjes? Patjetër, për shkak se për me mujt me përzgjedh preparatin të cilin do ta përdornim në atë protokoll, duhet të bëhen disa biomarker të cilët na japin informacione se a janë të përshtatshëm për me dhëna terapi. Normalisht, nëse ata biomarker dalin si të tillë, atëherë edhe rezultati është i pritshëm, për shkak se ai po tregon se mënyrën se si ti ta luftosh sëmundjen, se ku po e ndal, ku po e frenon atë objektiv që po ja jep mundësinë qelizës tumorale për me u rrit dhe me u zhvillu, dhe në këtë mënyrë edhe e pengon procesin më të tjetë të zhvillimit të atij tumori në veçanti varet se ku është. Po, a ka efekte anësore target terapia? Krejt kanë? Të gjitha preparatet në... Edhe paracetamoli mund të ketë efekte anësore. Mund të themi se nuk kanë, por gjithmonë kur i krahasojmë me kimio preparatet klasike që janë dhënë dhe po jepen, janë më të menaxhueshme, më të vogla, edhe ndoshta edhe më të pakta. Cilat janë për shembull të target terapisë efektet anësore? Çka mund me prit një pacient? Tash varet se cili prej tyre. Për shembull, një target terapi, një Phesgo që e japim ne, për shembull, që është një trastuzumab dhe pertuzumab, dy preparate të cilat mbulojnë gati se komplet kupollën e receptorëve të pacientët që janë me hiperekspresion të gjeneve, HER2 neo i themi të pacientët me kancer gjiri.
dhe tash ajo jepet në muskujin e këmbës këtu, çdo 3 javë në formë protokollare dhe mund të ketë si efekt një skuqje të lëkurës, një formë dermatoze, ndoshta aty të vendi ku injektohet për shkak të asaj substance e cila mundson përtitjen, por është e menaxhueshme. Nganjëherë, domethënë mundet edhe me kalu kufit të cilët ne i presim, por është e menaxhueshme. Mund të ketë edhe forma tjera, domethënë mund të ndikojë edhe në pasqyrën e gjakut. Mund të ndikojë. Jo domosdoshmërisht, por pavarësisht prej gjendjes. Secili preparat mund të ketë efekte në palcën e kockave dhe të na jep efekte në pasqyrën e gjakut me leukopeni, me neutropeni, me anemit e tjera. Domethënë kushtimisht kjo varet edhe kënde jemi duke e trajtu me gjendjen e përgjithshme të atij pacienti, por ka rëndësi fillimisht që e tham edhe profili biologjik dhe molekular i tumorit të atij pacienti që e trajtojmë. E cilat analiza për shembull molekulare kërkohen te një pacient për me pa nëse është i gatshëm me marr target terapin? Po tash nëse flasim për X patologjin, këtë rast për shembull të kanceri i gjirit për shembull, për këtë preparat që e përmendëm, duhet të bëhet imunohistokimia, domethënë prej histopatologjisë nxjerrët edhe një herë dhe lexohet imunohistokimia dhe nga ajo shikohen rezultatet e receptorëve hormonal për estrogen, për progesteron, edhe ky HER2 neo që i themi ne, ky hiperekspresioni i këtyre gjeneve, nëse del që është i lartë me 3+, domethënë pozitiv, i themi, edhe si e tillë ky është kandidat që do të trajtohet me target terapi, në këtë rast me pertuzumab dhe trastuzumab. Domethënë duhet të bëhet një procedurë e tillë diagnostika, apo si ta themi, për me mujt me ju qas pastaj në trajtim me target terapi, po jo vetëm, domethënë të gjitha këto që ky tretman që mendohet për me trajtu një pacient onkologjik, duhet ta krijojmë këtë profilin e trajtimit. Së fundmi, doktor Arben, janë publikuar shumë rezultate pozitive për kancerin e moshnive dhe të rektumit, sa i përket edhe target terapisë. Vazhdimisht studimet klinike ato avancojnë, janë publikohen në kongreset, qoftë evropiane, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tash së fundi edhe u bë virale për shembull trajtimi i pacientëve që është marrë, e keni pa që u përmend për trajtimin e kancerit pankreatik, domethënë të pacientëve me kancer të pankreasit, metastatik, të avancuar, të ata pacientë të cilët praktikisht janë përdor linjat, janë harxhu, mund të themi, linjat e trajtimit me kimio dhe off-label që themin, dhe është vazhdu, është bën një studim për një numër të pacientëve, është përdor një preparat inovativ i tillë dhe është pa se kjo mbijetesa e përgjithshme, që është si kriter në onkologji, ka qenë në diferencë 6 muaj me 12 pik diçka muaj. Domethënë, edhe këto e kanë marrë si sukses, e ke parasysh dhe ka marrë duar trokitje nga audienca, nga profesionistës për këtë arritur, sepse pankreasi si organ dhe kanceri i pankreasit si patologji deri tani nuk është se ka pas një ecuri të favorshme të tretmanit, dhe për atë kanë marrë këtë si diçka të arritur me këtë diferencë të muajve, 6 muaj më tepër, të pacientët metastatik të avancuar dhe tek të cilët është përdor terapia kimia apo diçka tjetër më herët. Pastaj studimet e fundit që ishin në ASCO në Chicago, që mbahet zakonisht ai kongresi vjetor, është pa për kancer të rektumit lokoregional, domethënë të zhvilluar vetëm lokalisht, dhe koncepti ka qenë për disa biomarker, MMR, ne i themi, dhe po tash këtu duhet kuptohet se vetëm 5 deri në 10% të pacientëve zakonisht sipas statistikave e kanë këtë biomarker, domethënë të detektueshëm. Edhe pse është pa se rezultatet kanë qenë të ndjeshme,
të favorshme të këtij studimi, që ka qenë që është akoma në fazën e tretë dhe i duhet kohë për të aprovuar për trajtim. Ne nuk mund të themi se është gjetë kura për trajtimin e kancerit të rektumit, derisa është fjale vetëm për 5 deri në 10% të pacientëve në këtë rast të zgjedhur. Para te edhe është problem të diskutohet me konceptin të thuhet se është gjetë kura në përgjithësi për trajtimin e kancerit. Për trajtimin e kancerit në përgjithësi, ku shpeshherë po bëhen lajme virale, ku thuhet se u gjetë kura në Rusi, andej në Kinë, kjo është e dhëmshme sepse luajnë me ndjenjat e pacientëve të cilët luftojnë. Po jo, nuk duhet mendojmë në këtë formë për gjetjen e trajtimit të mirëfillt të një pacienti me sëmundje malinje. Me një fjalë thatë shumë mirë ma herët që duhet ta trajtojmë sikur një person që ka diabet dhe trajton sëmundjen e vet kronike, që e din që ka me qenë një sëmundje që unë i tham shumë elegante, sepse diabeti është një sëmundje që duhet ta bësh një jetë shëndetshme domosdoshmërisht. Në një formë duhet të mësohen të jetojnë me te, ta menaxhojnë, ta trajtojnë në vazhdimsi, duke e rujt kvalitetin e jetës, çka është më e rëndësishmja. Domethënë, kjo është ai koncepti që në përgjithësi po targetohet në trajtimin e pacientëve me sëmundjeve malinje globalisht. Po, e di që mund të tingëlloj si pyetje shumë klishe, po unë po besoj që pacientët tuaj ju bëjnë këtë pyetje dhe do doja shumë të isha në rolin e transmetuesit të pyetjeve të tyne. E di që dallon nga stadi i sëmundjes, e di që dallon edhe nga diagnostikimi i hershëm apo i vonshëm e çdo tjetër. Por cili është një organ që cilësia e jetës ndryshon shumë edhe pse trajtohet ai tumor në atë organ, qoftë mushnia, qoftë e pankreasit që e përmene, qoftë rektumi, qoftë truri, që pas trajtimit ose gjatë trajtimit është pak më e vështirë ruajtja e cilësisë së jetës. Tash të gjitha organet vitale të organizmit, domethënë ne i themi vitale, ndoshta fillimisht ato viserale që i themi, domethënë mëlçia, pastaj mushkërici, organe vitale, nëse veshkat, domethënë nëse këto dështojnë së funksionuar edhe ne vazhdojmë, faktikisht kjo ta kufizon edhe mundësinë e trajtimit, nëse këto organe vitale dështojnë në funksionim dhe nuk të japin mundësin ty për me, si profesionist, për me provu me trajtuat pacient. Do më thonë, derisa ti si profesionist nëse shikon vlerat e funksionit të mëlqis dhe të veshkave të cilat nuk janë brenda normave, faktikisht nuk e ke mundësin për me ju qasë në trajtim me çfarëdo forme protokolare, qoftë me kimia, qoftë me imuno, me target, apo varësisht nga profili biologjik që ka tumori. Do më thonë, shumë e qartë pyetjen që e bone, do më thonë, shumë ka rëndësi se sa është pacienti, sa e ka potencialin e shëndetshëm dhe për me na dhonë mundësin edhe neve, edhe vetit për me u trajtu. Po, se shpesh kam dëgju edhe nga rastet që na shkujnë, po edhe nga familjar, që një pacient ka pas një stad ma të zhvillun, një zhvillim të sëmundjes së tij maline pak ma problematike, por që sistemi i tij imunitar, vitaliteti i tij ja ka dalë shumë ma mirë se dikush që e ka pas një sistem imunitar pak ma dopt edhe ma... Ne i quajmë komorbiditete këto, do më thonë, ku përveç sëmundjes bazë, që është diagnostiku me kancer në këtë rast, varësisht se ku ai pacient ka dhe sëmundje tjera shoqëruese. Do më thonë, është me diabet, është me hipertension, apo edhe me diçka tjetër kronike, e cila faktikisht na e vështirëson qasjen për trajtim tek ai pacient, sepse duhet fillimisht të menaxhohen këto sëmundje shoqëruese që i ka, këto komorbiditete, pastaj për me mujt me luftu dhe me trajtu sëmundjen bazë këtë rast. Si me thonë një pacient që ka ceroz në mëlqit, një mëlqit e lodhur, është e vështirë me trajtu me kemioterapi ose... Kjo është diçka tjetër, tash për shkak se
po flasim për smundje kronike të zakonshme, do të thonë një diabet, një hipertension. Por nëse flasim për një cirozë të mëlçisë, për qelizat e mëlçisë, për hepatocitet të cilat kanë filluar me dështu në funksion, kjo është një gjendje prekanceroze për një... A prekanceroze kjo konsiderohet? Është një gjendje prekanceroze, dhe më thonë nëse nuk avancon më tutje në një themi hepatocell karcinom që thuhet se është si prediktor, dhe më thonë është një situatë komplet tjetër kjo. Ne po flasim për komorbiditete, për sëmundje kronike të zakonshme, të cilat mund të jenë pjesë e shëndetit të atij pacienti, që është diagnostiku me një sëmundje malinje, një kancer të një patologjie të veçantë. Gjatë kohës kur po shikoja studimet para se ta bënim intervistën, në mesin e këtyre studimeve që do doja t'i ndaja e po i trajtojmë bashkë në këtë intervistë, që më la përshtypje shumë është biopsia e lëngshme. Unë e di që do duhet edhe një patolog të ishte këtu dhe na jepte një përgjigje, po unë po ashtu e di që edhe onkologu mund ta jap versionin, sepse jeni një bashkëpunim onkologu-patologu, sepse kohët fundit po bëhet shumë kjo, po praktikohet biopsia e lëngshme. A është ajo ose që realizohet, a është përmes gjakut, që gjaku na tregon me saktësi, apo si është kjo biopsia e lëngshme? Po në fakt po tregon emri, do të thonë që është si procedurë kjo kryhet nga patologët. Dhe si e tillë në vendin ton ka filluar të kërkohet, nuk e di në institucione publike, apo duket që nuk bëhet si procedurë. Unë e lexova si studim, nuk e di për Kosovë. Nëse i shikojmë si dy procedura diagnostike, nuk mund të themi se zaventon njëra tjetrën. Mund të plotësoj njëra tjetrën. Dhe nuk mund të themi se një liquid biopsy, dhe më thonë një biopsi e lëngshme, zaventon një biopsi ku merret indi tumoral mostra edhe për shqyrtim. Ndoshta është një procedurë e cila kish me favorizu në rastet kur nuk mund të merret biopsia në një organ të caktuar për shkak të rrethanave të caktuara, atëherë si diçka plotësuese e cila kish me plotësu me dhon mundësinë për me diagnostikuar pacient, apo edhe në rrethana tjera, po ndihmon edhe në menaxhim të sëmundjes. Çka është kjo? Në fakt biopsia e lëngshme janë ato fragmentet që qelizat tumorale lëshojnë, lirojnë në qarkullim, dhe ato pastaj përmes gjakut identifikohen dhe mundësohet një diagnostikim. Por jo për herë, nëse kemi një biopsi të lëngshme me rezultat negativ, jashtë e quajtur fals negativ, nuk do të thotë se ne nuk kemi se jemi të lirë nga sëmundja. Faktikisht sepse ka disa tumore të cilat nuk lëshojnë këto fragmente apo dhe nuk mund të identifikohen, kështu që nuk është përjashtuese, por nuk është përcaktuese si e tillë. Domethënë, si përfundim, nuk është procedurë e cila i ndihmon diagnostikimit klasik me biopsi, me histopatologji, ku kemi një strukturim të qartë të tumorit, arkitekturën e tij, histopatologjin, profilin biologjik e tjera, të gjitha ato karakteristika që na jep, nuk e zaventon, por e plotson në momentin kur ajo edhe nuk mund të kryhet. Mbijetesa është diçka që na karakterizon të gjithëve, çdo situatë, jo vetëm në përballje me sëmundjet malinje. E kur po tham mbijetesa është edhe që besojmë shumë çka do të dëgjojmë. Së fundmi ka qarkulluar lajme që e përmend edhe ti, është një vaksinë, një kur kundër kanceret e të tjera. Në realitet, si onkolog, a ka diçka, një kur parandaluese, siç është për shembull vaksina e HPV-s, që është goxha parandaluese? A ka diçka të tillë që pacientët me thonë, ok, unë po e marr shtombre se... Jo, nuk mund të themi për trajtimin onkologjik se kemi, sikur që jepen vakcinat me kalendar të imunizimit të populata e shëndetshme, quhet kështu, populata e shëndetshme, për prevencë, për parandalim. Ato janë vakcinat që jepen për parandalim, për mos me u zhvillu X sëmundja. Kurse nuk mund të themi se këto vakcina që po përmenden, që kryesisht janë ARN, do më thonë me një messenger mrenda që la përcjell informacionet ato proteinike, dhe si të tilla ato
përdoren si të veçanta të X patologjit. Për shembull, te melanoma, për shembull është në fazë të studimit së bashku e kombinuar një vakcinë e tillë e kombinuar me një imunopreparat. Në këtë rast me pembrolizumab është përdorur në studimet e fundit dhe ka dhënë rezultate themi kështu të ndjeshme, të mira, krahasuar me kur është dhënë te ai kategori e atyre pacientëve të zgjedhur kur është përdorur vetëm pembrolizumab si vetëm. Domethënë kur është kombinu kjo vaksinë me këtë imunopreparat, rezultatet kanë qenë shumë më të mira. Edhe vazhdimisht, po punohen në këtë drejtim në studime që të gjenden, të identifikohen, të zbulohen, të prodhohen këto vaksina me këto mekanizma që i përmendëm, po asnjëherë nuk mund të themi se ekziston një vaksinë e tillë e cila kish me u dhonë në masë për me trajtu kancerin e përgjithësi. Po, a janë premtuese këto vaksina se po i shohim kudo nëpër media dhe botërore, mRNA, se di se patem, RNA është, është... A janë premtuese? A ke lexuar? Gjithsesi, unë e thash. Janë. Dhe thash, varësisht se nga i marrim këto informacione se janë të besueshme edhe në rrjetet sociale, se kush i plason. Po, ju ndjekni më shumë publikime shkencore të kolegëve. Tjetër ato duhet jenë me një evidencë të mirëfillt klinike, domethënë nga që rrjedhin prej studimeve klinike, që i ka kaluar të gjitha fazat studimore, normalisht edhe që është i aprovuar për trajtim, për me dhonë në pacient. Jam premtuese gjithsesi, patjetër për shkak se është diçka inovative dhe diçka që po e ndjekat profilin gjenetik edhe të pacientit po edhe të tumorit. Po, kjo vaksinë, sepse do doja të ngrisja pak edhe moralin e pacientëve që më ndjekin, a do të mund ta luftonte ose ta parandalonte rikthimin e sëmundjes? Kjo është komplet një koncept tjetër. Domethënë, një relaps eventual në themi relaps, rikthim i sëmundjes, si koncept ekziston. Ekziston, nuk mund të themi se nuk ekziston, pikërisht është një prej kritereve të menaxhimit onkologjik. Domethënë se sa e kemi këtë periudhë të lirë pas sëmundjes, që po themi, nga koha kur janë përfundu të gjitha procedurat protokolare dhe sa e gjatë është kjo periudhë pa relaps, pa rikthim të sëmundjes, aq më shumë kemi arritë sukses, domethënë me një favor me taj pacient për përgjigjen që ka pas nga protokolli që ne kemi ndjek. Krejt kjo është individuale, domethënë gjithë çka është individuale edhe e thash se nga dy pacientë të ndryshëm me patologji, me diagnozë të njëjtë, themi në organin e njëjtë, kanë përgjigje të ndryshme. Domethënë edhe pse ti jep ndoshta tretmanin e njëjtë, përgjigja është e ndryshme. Domethënë gjithçka është individuale. Shpesh verzioni më i shpesh që dëgjojmë është 5 vitet e para, është ai rreziku dhe pas 5 viteve sikur lirohemi dhe bëjmë analiza pak më rrallë, jo pas çdo 6 muaj ose çdo 3 muaj siç kërkohet. Por ka raste pas 10 viteve, 20 viteve kur rikthehemi ose në organin e njëjtë ose në një organ tjetër. Pse vjen kjo? Se tash po të them shumë shpesh këtë mënyrën se gjithçka është individuale. Po janë pyetje që neve na vijnë. Gjithçka është individuale. Edhe mënyra se si organizmi i përgjigjet edhe tretmanit edhe varësisht edhe nga patologjia, nga diagnoza për çka është trajtu. Kjo 2 vjet që mendohet si koncept që mos ka ndonjë rikthim loko-regional në vendin aty për shembull se ku është trajtu. Mendohet se kjo periudhë 5 vjeçare edhe pse janë koncepte jo shumë praktike dhe jo shumë verifikume, po si të tilla ekzistojnë, se mos diçka në distancë. Por prap këtu nuk ka rregulla. Domethënë, prap nuk ka rregulla. Në mjekësi një nuk ka rregulla
asnjëherë një dhe një dy mjekësi nuk bëjnë. Do me thonë për shkak se për atë pacientit duhet të mbahet në ndjekje të vazhdueshme, ka edhe protokollet të ndjekjes, viti i parë është më afër, ndjekja është më afër çdo 3 muaj, çdo 4 muaj, viti i parë dhe i dytë zakonisht, pastaj viti i tretë ti shkon duke e largu, na themi sa më shumë që largohemi nga koha e diagnostikimit, aq më rrallë dhe takohemi me njëri tjetrin. Edhe kështu i vije, domethënë, pastaj nëse jemi në rregull, shkojmë me ndjekje edhe 1 vjeçare. Domethënë, faktikisht sa më larg që jemi nga në fakt kohor, në dekurs kohor, prej ditës, momentit të kohës e diagnostikimit, aq më e vogël ndoshta potencialisht është mundësia për një relaps apo rikthim të sëmundjes. E di që secila pyetje e ka gjithmonë përgjigjen individuale, por po mundohem prap me qenë ma bazike, ma e përgjithshme. Gjinja femrore apo mashkullore kanë sistem imunitar më të fortë për të përballuar komplet protokollet e trajtimit të sëmundjeve malinje. Në përgjithësi, tash më shkojmë individualisht. Në praktik. Në praktikën tuaj. Në praktik është interesant se femrat, dhe më thonë gjinja femrore, janë më stoike, më qëndrueshme, më luftare. Edhe apëshet që është koncept i gabum të thuhet më burnore. Faktikisht në praktik është po se janë më të qëndrueshme dhe e marrin më shtrut, ndoshta nuk e di. Që tash pjesa tjetër, dhe më thonë, mundohen më ashtu, po janë më... është po në praktikë se janë më të ndjeshëm dhe më pak... luftëtar, ta themi. Më pak luftëtar shumë mirë, e tho, se sa femrat. Se sa femrat. Këtë rast po votoj për gjinin. Më në fund e dham një përgjigje pa individuale, e di që më bëj. Unë edhe momentin kur juftoj e kam të vështirë edhe ta konceptoj edhe biseden, sepse e di që më varet për analizës, për anamnezës, për çdo gjë, po pse jo të japim informata bazike. Dhe një pyetje nga praktika, nga ajo që bëni çdo ditë në punën tuaj në onkologji. A janë shtuar gjeneratat e reja në diagnostikim të sëmundjeve malinje viteve të fundit, sidomos në vitin e fundit që po flasim? Po, fatkeqësisht. Fatkeqësisht, derisa para ndoshta gjithmonë po e marrim me konsiderat 10 vit dekadën, këtë dekadë që po e jetojmë, edhe atë që e kemi kalu, pacient me moshë të re kemi më shpesh se sa që kishim më parë. Do më thonë, derisa flitet se sëmundjet malinje, incidenca, do më thonë, shfaqja rritet me moshën, ky koncept tash ka fillu pak me ndryshu, për shkak se si gjithmonë e mosha 40 deri në 50, sidomos 50 vjet e andej mundësia për me u diagnostiku me një sëmundje malinje rritet. Në këtë rast, këto identifikimi i pacientëve me kancer të moshat e reja po ekziston më tepër. Për shembull, kemi rritje si numër të pacientëve me kancer të testiseve tek meshkujt, që zakonisht faqet tek moshat e reja. Pastaj të pacientëve me melanoma, domethënë që është një formë mjaft agresive e kancerit të lëkurës, por edhe të tjera, domethënë derisa kemi edhe pacient me kancer të kolorektit, kemi raste të moshave të reja, edhe mos përmendi, për shkak se derisa jemi vetëm qendër referente, aty të bohon domethënë të gjithë pacientët nga gjithë territori i Kosovës. Por si përgjigje, definitivisht po, ka më tepër raste me të moshës së re, të cilët po diagnostikohen me sëmundje malinje në përgjithësi. Është një lajm shumë i keq, përveç stresit dhe gjenetikës që thuhet çdo herë, kush mendon që është tjetër faktor i rritjes së numrit të personave me sëmundje malinje? Krejt këta faktorë që po na shoqërojnë gjatë rrugtimit tonë jetësor, them. To fillu prej faktorëve ambiental, do më thonë mënyra të ushqyerit, që ka rëndësi shumë, sidomos tash mënyra se si çka konsumojmë ne, sa është i kontrolluar këtë ushqim, sa është i menaxhuar
këtë ushqim të cilin ne e konsumojmë, e thash faktorët ambiental, të disa patologji, të disa kancere, ka rëndësi shumë, dhe më thonë, për shembull të kanceri mushkrive, ndotja ambientit, zonat e ndryshme, ku mund të ketë ndotje nga industriale, pastaj eksponimi ndaj rrezikeve të diellit, por edhe faktorët e tjerë. Faktori stres, ajo që nuk ka qenë ndoshta përpara si një prej faktorëve etiologjik të rëndësishëm, por tash po futet në ndoshta pas gjenetikës i dyti është stresi. Aty, faktor gjenetik gjithsesi. Dhe po çka është esenciale, të gjitha që i përmendin mund të jenë faktor risku, të cilët mund të ndikojnë në shfaqjen e një kanceri të një smundje malinje. Por ai shkaktari i cili e dëmton qelizën dhe po shkakton mutacion që ma vonë po vjen deri te krimi i masës tumorale, kryesisht është mister, ne themi. Po, për shkak se për disa patologji, për shembull dihet, por për shumicën prej tyre nuk dihet, edhe për atë krejt betejë në onkologji është në parandalim, në screening, domethënë në zbulim të hershëm, për me mujt me rri rezultate sa më të mira. Ju çdo herë merrni anamnezën pacientit kur vjen, edhe përmendem la përshtypje që e përmendet që është i shpesht kanceri apo tumori melanoma apo tumori lëkurës, shpesh është shumë agresiv. Nga anamneza praktika që keni marrë, a ka qenë pjesë e përgjigjeve që kanë bërë solarium ata pacient? A është solariumi një ndër arsyet e melanomës? Tash në anamnezë edhe marrim informata të tilla edhe nuk marrim. Në atë situatë është e rëndësishme si statistikë, si informacion se nga ka rrjedh, por dihet se solariumet përdorimi i tyre është faktor risku për shfaqjen e një smundje malinje potencialisht, e them. Domethënë dihet kjo, domethënë këtu nuk ka diskutim. Edhe pse edhe aty ka rregulla se si përdoret mosha e shumë faktorë tjerë, por dihet se solariumet janë një prej si koncepti faktorëve të riskut. E kemi tërkalu minutën edhe kohën e planifikuar, por pse jo t'i përgjigjemi halleve të qytetarëve, bazuar në zhvillimet, në risit, inovacionet e trajtimit të smundjeve malinje, cili do të ishte mesazhi yt për pacientët që po përballen dhe po luftojnë çdo ditë me smundjet malinje. Kështu, mesazhi i gjithë kësaj bisede që e bëm së bashku, kish me qenë që onkologjia, po e them, trajtimi i pacientëve ka ndryshu, nuk po ecën, po vrapon, dhe si e tillë e ardhmja e trajtimit onkologjik është më e mirë se sa që ka qenë, dhe pacientët do ta kenë qysh do qoftë mbështetjen tonë në vazhdimsi, sepse sukseset dhe edhe rënjet mënoj që i kemi të përbashkëta. Doktor Albert, falenderoj shumë që je çdo herë i gatshëm me kontribut tek qytetarët dhe shikuesit tonë. Faleminderit, unë në fakt ndihem si në shtëpinë time. Ashtu të presim gjithmonë. Te familja e jonë, faleminderit juve. Shumë kënaqësi me të pa studio. Dhe në emër të krejt atyre pacientëve, faleminderit që je kaq korrekt e kaq human, përveç profesionalizmit që e njohim tashmë të gjithë. Shumë është e rëndësishme edhe kjo pjesa e humanizmit, e përgjigjes, e telefonatave, që ty të karakterizon shumë, edhe pse mos me e thonë, unë e thamë vazhdimisht edhe në shoqëri, po pse mos me e thonë edhe publikisht që e vlerësoj shumë si virtyt e jo. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dashur miq, prej kësaj bisede, prej kësaj teme të ndjeshme, e cila është bërë pjesë e jetës tonë, pothuajse pjesë e secilës familje, do të vazhdojmë në një temë tjetër po ashtu të ndjeshme. Fatkeqësisht, stresi, dinamizmi, çdo ditë më shumë që po na rrethon, ka shtuar edhe numrin e pacientëve të cilët kalojnë në depresion dhe në ankth. Domosdoshmërisht ata pacientë duhet të marrin edhe medikamente të cilat rekomandohen dhe përshkruhen nga psikiatri. Përdorimi i antidepresivëve
jo çdo herë është shumë i lehtë dhe shumë i përshtatshëm për të gjithë personat, sidomos kur vjen pyetja se si duhet t'i ndërpresim ato. Do ta trajtojmë këtë temë me një prej psikiatrëve më të mirë në vend, profesorin Bujar Berisha.